Uthulla e mollës, sekreti që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njeri pa e provuar. Nga diarreja dhe kolitja, humbja e peshës dhe parandalimi i tensionit të lartë. Uthulla e mollës konsiderohet si një mrekulli e shërimit dhe organizmit të shëndetshëm. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni në shëndetin tuaj nga përdorimi i rregullt i uthullës së mollës. Sipas Brightside, këto janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i uthullës së mollës. Ndihmon kundër rënies së flokut. Nëse keni probleme me rënien e flokut, uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë në këtë aspekt. Është shumë ushqyese dhe rregullon pashjen e lëkurës së kokës. Gjithashtu forcon flokët dhe largon qelizat e vdekura që mund të parandalojnë rritjen e flokut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të astmës. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, është e rëndësishme të përdorni medikamente që ju ka përcaktuar mjeku, por edhe një trajtim i tillë me uthull molle mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj. Për sa kohë uthulla e mollës përdoret me kujdes dhe brenda normës lejuar, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të mahnitshme dhe të dobishme në dobi të organizmit. Uthulla e mollës është një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër kollës. Kolla është shumë irrituese. Nëse jeni duke kërkuar për trajtime natyrale, uthulla e mollës është një zgjedhje e duhur. Ajo është një ndihmë sidomos shumë e mirë kundër problemeve tuaja të diarres. Nëse jeni një person që vuani vazhdimisht nga shqetësimet e diarres, uthulla e mollës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj. Uthulla e mollës konsiderohet si një recetë e shkëlqyer për diarren, vepron si një antiseptik dhe vret bakteriet që shkaktojnë probleme me diarren. Rekomandohet të paktën një lugë uthullmolle e përzierë në 250 ml uthullmolle dhe të pihet vazhdimisht gjatë ditës. Për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda normës lejuar, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslëndse dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e organizmit. Uthulla e mollës është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët të vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e pagjumësisë. Nëse nuk mund të flini dot natën, pini një lugë uthullmolle të përzierë në 250 ml ujë. Më pas do të shikoni ndryshimet pozitive që do të ndërmerrni prej saj. Nëse keni marramendje, në ndihmë mund t'ju vijë edhe përdorimi i uthullës së mollës. Përvoja ka treguar se uthulla e mollës ndihmon për të trajtuar marramendjet. Besohet se uthulla e mollës ndihmon në presionin e gjakut dhe ul nivelin e sheqerit në gjak. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë edhe kundër infeksioneve të veshit. Përzieni pak uthull molle në ujë dhe në një copë pambuku e vendosni atë për të pastruar dyllin nga veshi. Kështu e lini të qetësohet për 5 minuta dhe do të lehtësoni edhe pastrimin e veshit nga dylli. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë edhe kundër syve të lodhur. Nëse keni probleme me syt, konsumoni 3 herë në ditë një përzierje me 2 lugë uthullmolle, 2 lugë mjaltë dhe 250 ml ujë. Nëse keni dhimbje koke, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës për shkak të përbërësve që ka largon dhimbjet e kokës dhe lehtëson migrenën. Provojeni dhe do të shikoni se sa shpejt do të funksionojë. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër shqetësimeve të artritit, duke ju ndihmuar në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës, në kombinim me mjaltin, mund të përdoret si një zgjedhje natyrale për të trajtuar artritin. Mund të aplikohet direkt në nyje ose të pihet 3 herë në ditë. Nëse keni lodhje, përdorni uthullën e mollës. Nëse keni probleme me lodhjen kronike, kjo do të thotë se trupi juaj është duke kërkuar vëmendje. Përzieni një filxhan mjaltë, 3 lugë uthullmolle dhe konsumoni këtë përbërje para gjumit. Përsëriteni për disa net me radhë. Nëse jeni helmuar, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës vret bakteriet dhe vepron si një qetësues në lëvizjen e zorrëve. Ajo menjëherë ju lehtëson në rast të helmimi nga ushqimi. Mjafton të përzieni 2 lugë uthullmolle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe ta pini para ngrënies. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë kundër urthit. Mushti i uthullës së mollës në mënyrë të natyrshme ndihmon me tretjen, kështu që mund t'ju ndihmojë edhe në problemet e urthit. Një lugë çaji uthullmolle rregullon këtë shqetësim.
Uthulla e mollës gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër presionit të lartë të gjakut. Nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut, rekomandohet që të pini një lugë uthullmolle të tretur në 250 ml ujë. Konsumojeni disa herë çdo ditë, por gjithmonë duke u konsultuar me ekspertin dhe nuk duhet të hiqni dorë nga medikamentet. Nëse keni probleme me veshka dhe infeksione të fshikëzës, atëherë uthulla e mollës mund të jetë një zgjedhje. Konsumi i uthullës së mollës do ju ndihmojë në parandalimin e problemeve të veshkave dhe infeksioneve tuaja të traktit urinar. Nëse vuani nga menstruacione dhe i keni të pakontrolluara, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i uthullës së mollës. Mushti i mollës ndihmon në rregullimin e ciklit menstrual dhe parandalon edhe problemet e tepruara. Tresni 2 lugë uthullmolle në gjysmë litri ujë dhe pini atë vazhdimisht gjatë ditës. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për personat që duan të humbasin kilogramat e tepërt. Nëse dëshironi të hiqni qafe kilogramat e tepërt, rekomandohet të pini 2 lugë uthullmolle në një gotë me ujë çdo mëngjes. Kështu, nëse keni irritime në hundë, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i uthullës së mollës. Mushti i mollës parandalon infeksionet e hundës, të cilat shkaktojnë bezdi dhe krijojnë kruajtje. Nëse doni të përmirësoni dukjen e dhëmbëve tuaj, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës konsiderohet si një produkt i duhur për zbardhjen e dhëmbëve. Përzjeni një lugë uthullmolle në një gotë me ujë dhe përdorni atë për të shpërlarë gojën. Kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslënse dhe gjithashtu efektet e saj do të jenë gjithashtu më të mira në dobi të shëndetit. Uthulla e mollës është e pasur me element të shëndetshëm. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik, i cili e pasaj një aromë të fuqishme. Studiuesit nxjerrin përfundimin se ky acid është të përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik. Uthulla e mollës do ju ndihmojë në largimin e bakterieve të dëmshme. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e patogjenëve dhe disa llojeve të bakterieve. Gjithashtu ajo vepron si një ruajtëse e ushqimit, pasi studimet tregojnë se ndalon bakterie si Escherichia coli të rriten dhe të prishin gjithashtu edhe ushqimin në dietën tuaj. Uthulla e mollës ndihmon në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Ulëntimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe të humbas më mirë kilogramet e tepërt. Sipas një rishikimi, ata që morën uthullmolle në një vakt që përfshinte ushqime të ngurta raportonin se ndiheshin më pak të urritur pas 120 minutash pas ngrënies. Për më tepër, ato gjithashtu ndaluan ngrënien e ushqimeve për 3 deri në 24 orë pas konsumit të uthullës së mollës. Uthulla e mollës do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës mund të përdoret edhe si një trajtim tipik për problemet e lëkurës, siç janë ekzema dhe lëkura e thatë. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë mund të jetë më pak acide për njerëzit që kanë ekzema. Aplikimi i uthullës së mollës të olluar ndihmon në rivendosjen e ekuilibrave të pashit të lëkurës dhe forcon barrierën që mbron atë. Për më tepër, pastruesit alkalin dhe sapunrat mund të përkeçojnë ekzemën dhe të shkaktojnë një shpërthim, i cili gjithashtu mund të neutralizohet me vetit antibakteriale që përmban uthulla e mollës. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet e saj më të mira të mundshme. Uthulla e mollës do të largojë gjithashtu edhe infeksionet. Myku dhe infeksionet janë një dëm i vazhdueshëm i organizmit që shpesh mund të dalë jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Do të keni më pak toksina në trup nëse përdorni uthullën e mollës. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë uthullmolle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Kështu, përfitimet që do të keni prej saj do të jenë mbreslënse dhe gjithashtu do të lehtësoni komplikacionet e një pasnjëshme. Për sa kohë e përdorni atë si duhet, përfitimet do të jenë mbreslënse. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.